Policia e Shkodrës vijon hetimet për dokumentimin e plotë të tragjedisë ndodhur një ditë më parë në fshatin Domën të Postribës, ku humbën jetën 24 vjeçaria Bleuna Qelaj Çobaj dhe 2 fëmijët e saj të mitur të moshës 1 dhe 3 vjeç. Sipas burimeve pranë grupit hetimor, nga veprimet e drejtanishme rezulton se zjarri dyshohet të ketë nisur nga një bombulë e vogël gazi, me të cilën e reja po përgatiste drekën për fëmijët. Dyshohet se bombula ka shpërthyer duke shkaktuar flak që janë përhapur me shpejtësi në të gjithë banesën, pa u lënë mundësi viktimave të shpëtonin. Çifti jetonte prej kohësh në Gjermani dhe vetëm pak ditë më parë ishte kthyer në Shqipëri për të kaluar pushimet verore pranë familjarëve. Pushimet që pritej të ishin një periudhë gëzimi u kthyen në një tragjedi që tronditi mbar opinionin publik. Alarmin për zjarrin e ka dhënë një banor i zonës, i cili ka njoftuar menjëherë shërbimin zjarfikës. Megjithatë, ndërhyrja është vështirësuar për shkak të terrenit të thepisur. Burime bëjnë me dije se efektivat e zjarfikëses janë detyruar të përshkojnë mbi 30 minuta rrugë në këmbë për të mbërritur në banesë, çka bëri që ndërhyrja të ishte tepër e vështirë. Burimet pranë hetimit bën me dije se trupat e 3 viktimave janë gjetur pranë njëri tjetrit, ndërsa foshnja 1 vjeçare është gjetur në krahët e nënës, një detaj prekës që tregon përpjekjen e saj për ta mbrojtur deri në çastet e fundit. Në dëshminë e dhënë parahetuesve, bashorti 24 vjeçares dhe babai i 2 fëmijëve ka deklaruar se në momentin e ngjarjes kishte dalë për pak minuta në dyqanin e lagjes për të marrë disa sende. Kur është kthyer ka gjetur banesën të përfshirë nga flakët. Sipas burimeve pranë grupit hetimor, në trupat e viktimave nuk janë konstatuar shenja dhune. Në këtë fazë të hetimeve, pista kryesore mbetet ajo një ngjarje aksidentale, ndërsa policia e Shkodrës vijon veprimet hetimore dhe ekspertizat për dokumentimin e plotë të rrethanave dhe shkakut të kësaj tragjedie. Bleuna Qelaj dhe 2 fëmijët e saj të mitur do të përcillen sot për në banesën e fundit. Ceremonia martore do zhvillohet në orën 15 në fshatin Domën, në njësinë administrative Postrib.